Është themeluar të enjte në Davos të Zvicrës bordi i paqes i formuar nga presidenti amerikan Donald Trump. Bordi është nënshkruar nga 10 shtete, përfshirë edhe Kosovën, teksa kanë munguar aleatët kryesor perëndimor të SBA-s. Trumpi ka thënë pas nënshkrimit se dëshiron që bordi i paqes i tij të punojë në bashkëpunim me Kombet e Bashkuara, edhe pse kritikoi OKB-n për dështimin në përmbushjen e potencialit të saj. Long in the making. Sapo ky bord të formohet plotësisht, ne mund të bëjmë pothuajse çfarë të duam dhe do të bëjmë në bashkëpunim me Kombet e Bashkuara. Gjithmonë kam thënë se Kombet e Bashkuara kanë një potencial të jashtëzakonshëm, nuk e kanë përdorur, por kanë një potencial të jashtëzakonshëm. Trump kishte sugjeruar më parë se bordi i paqes, të cilin ai e ka formuar kryesisht për të ndihmuar në rindërtimin e Gazës, mund përfundimisht të zëvendësojë OKB-n, por të njëjtën ai tha se donte që të dyja të punonin në kombinim, duke pretenduar se kjo mund të rezultonte në diçka shumë unike për botën. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka nënshkruar pjesëmarrjen e Kosovës në bordin e paqes. Para nënshkrimit, Osmani ja ka zgjatur dorën Trumpit dhe ka shkëmbyer disa fjalë. Ne jemi thellësisht mirënjohës dhe krenar që qëndrojmë për krah presidentit Trump në këtë iniciativë të re dhe në këtë organizatë ndërkombëtare, bordin e paqes, për të cilën kam shumë shpresë dhe besim se do t'i ndihmoj vendet në mbar botën të arrijë paqen që meritojnë dhe paqen që tani e gëzojmë fal vendeve që na kanë mbështetur. Nënshkrimin për të qenë pjesë e këtij bordi sot e kanë dhënë vetëm 19 shtete: Argjentina, Armenia, Bullgaria, Bahreini, Azerbajxhani, Hungaria, Indonezia, Jordania, Kazakistani, Katari, Kosova, Maroku, Pakistan, Paraguay, Arabia Saudite, Turqia, Emiratet e Bashkuara Arabe, Uzbekistan dhe Mongolia. Janë vendet që kanë nënshkruar në ditën e themelimit të këtij bordi.